këtë podcast nuk po e bëjmë në zyrën tonë si për herë. Sot kemi dalë dhe kemi ardhur tek Mrizi i Zanave në Fisht. Të ftuarin, të them të ftuar, unë jam ytja, po ti e imi tani nuk po e marr vesh me gjithë atë. Kemi sotin Altin Prenga, me profesion kuzhinier, po që përzihet me gjitha punët që janë këtu. Kuzhinier dhe kandidat për të bërë fshatar. Kandidat. Po këtë çe kishe? Kam sepse është titull shumë i lartë ti je fshatar, ti je fermer, ti je bujk. Ne kemi kohë, ne kemi jetuar në diktaturë, ishim punëtor të shtetit fshat dhe nuk ishim kur fshatar. Ishim që punojmë, nuk ishim as gjë tonë, kështu nuk ishim fermer, nuk ishim fshatar. Unë jam kandidat, duhen 200 vite që të bëj. Oh, do t'japim zemër ta bësh. Sa vjet keni këtu që punoni me këtë? Ne këtu kemi 15 vite, kemi filluar 2010. Një vit e gjysmë përpara u ktheva dhe filluam të bëjmë çermë në vogël, duke si stall kur e hapëm, kur e bëm. Kështu gjithë njerëzit do të bëjmë si stall. Edhe ngadalë, duke bërë gardiç këtu për kështu. Ja u the iden apo nuk ja the iden? Nuk e thoja tamam sepse edhe ato kur filluan e morën vesh filluan të qeshin me mua pastaj. Po ti kishe qef të qesh apo të qanin? Jo, unë kisha qef se ta kuptonin projektin, po kështu ndodhte sepse thonin djali i tjetrit ka dalë mes. Po tani si të thonë? Tani me thënë drejtën normalisht janë shtyllë mendimi. Duke gjithëve e realizueshme dhe duke natyrale që vinë njerëz për ditë, mua tani që ato kështu, unë më duhet e pabesueshëm për ditë. Për ditë duket të çmenduri që vinë njerëz. Tek ju, a vinë njerëz shqiptar, nuk e di, edhe nga Kosova, nuk e di, për të parë, për të frymëzuar apo për të kopjuar? Ka njerëz të tillë që vinë? Po ne jemi të lumtur se kemi frymëzuar shumë njerëz. Disa vinë dhe kuptojnë dhe pastaj e përkthejnë, sepse edhe unë jam frymëzuar jashtë, kam shku, kam pa modele. Thjesht nuk kanë kopjuar. Nuk kam shkuar në Napoli të vi këtu të bëj picë. Më të mirët kush janë? Ata që kopjojnë? Janë ata që kuptojnë leksionin dhe frymëzohen. Dhe pastaj e interpretojnë sipas territorit ku kanë lindë. Kjo është ideja. Ne kemi këtë defekt nga njerëz. Ke vajtur te dikush, ke parë? Po ka shumë të mira që. Ka shumë të mira që, por nuk dua t'i citoj sepse del sikur thonë apo pse po na jep mend. Okej. I shikon me xhelozi që ata kanë bërë diçka që se ke bërë ti ose janë më përpara se ty. Ka ndonjë që ndihen konkurrencë? Dëgjoj foni. Unë mendoj se tregu është, ne akoma nuk mbulojmë 20% tregut. Ne prodhuesit shqip, ne gastronomi shqiptare, restorante shqiptare, agroturizmet, apo jemi shumë pak në treg. Akoma tregu është i mbuluar nga importi. Kështu që ne nuk kemi xhelozimin e tjetrit, ka hapësira shumë hapësira. Se po të ishte luftë e ashpër, që të ishim 80% treg vendas, atëherë do shikoja me xhelozi. Por momentin unë shikoj konkurrent ato produkte pa identitet dhe restorantet me profil tuaj, jo shqiptar. Ato të bëra keq, sidomos, me vjet keq. Unë kisha 4 vjet pa ardhur. Më bëri çudi. Ke filluar, ke vënë dhi. Po di ç'kan qenë? Jo e kam pas. Po si kam parë unë? Si e parë. Ndoshta jo kaq shumë. Po. Apo janë shtuar. Ne kemi edhe do na duhet se s'bën gjeni them tjetër më të madhe. Nuk i themi publikut që është shumë shtion, një shion, nuk qëndron shumë pak. Nuk del në javë. Ne preferojmë të jemi shumë sinqertë me njerëzit, ne bëjmë network me shumë njerëz. Kafshët që kemi këtu i kemi për dy qëllime. Me Pix Pirate riciklojmë shumë, edhe me patat, edhe me pulat, edhe me rosat. Riciklojmë shumë ato çfarë mbetet nga restoranti, që mos t'i hedhim. Po. Dhe pastaj për t'u treguar fëmijëve çfarë janë kafshët, për konsum nuk na dalin. Ne bashkëpunojmë me 400 familje fermere, kështu që nuk dalin rritet për t'ju vënë. Nuk i them klientit që ta vitën ato që keci tyre hajt, për konsumojnë të që shumë pak. Po. Klienti më i çuditshëm, klienti më i rrallë që ka ardhur këtu tek ty gjatë këtyre viteve, nga sa larg ka ardhur nga IKEA? Po kemi skena të tilla që vjen për 2 ditë, sepse ka pa dhe hotelin ton design. Po. Nga Brazili, 2 ditë nga Brazili, vjen flen këtu dhe ikën pastaj. Po, nga Brazili, shumë bukur, është fantastike. Do të them po për çfarë keni ardhur? Kemi ardhur se kemi Coffee John këtu, edhe do flen këtu ditë, kanë bojnë eksperiencë në zonë që ke fermer, fshatar, ke qeramika, ke kantina verës dhe i kanë shtëpi pra. Do pa vizituar edhe vende të tjera, detorant. Shikoj që këtu ka ndryshuar gjëra, nga çka më ardhur ne në fund janë shtuar sa gjëra, janë zbukuruar shumë gjëra. Shikoj shumë lëvizje.
A jeni të ngopur dhe do qëndroni këtu apo do shkoni më përpara? Unë ka vite që po tentoj të përmirësoj shitjet thoni dhe të reduktoj numrat në restorante. Do të duhet të ecë tavolina. Në momentin që shitjet i çohet ku duhet, në momentin e kemi krijuar një ekosistem. Disa fshatarë fermerë buj që kanë shtuar prodhimin si të pak. Dhe ne duhet të rrim aty ritmin se të pak sepse nuk do të them mos pasil më. Sepse kam qenë i pari që i kam nxjerr shtoj lopët sepse kam marrë funksion. Tani ne do të jemi garantë për ta pa futur furnitor të ri, sepse nuk e përballoj më atë. Por dua që për ta tim garantë unë ëndra ime është që unë të përmirësoj shitjet dhe të uli numrin në restorant sepse është më shumë se duhet. Pastaj hapi tjetër që unë dua të bëj është të bëj të jem edukues për të rinj. Të jem një pikë referimit për shkollat, për shembull jam antar bordit tek Universiteti Bosoi i Tiranës. Jam antar bordit, jam kryetari i bordit të shkollës profesionale Kolin Gjoka në Lezhë. Jam antar bordit tek Universiteti Zoe Këshillit të Mirë, Universitet dhe Sjenë Spitalore. Jam njëri që dua shumë domën edukimin dhe kam shumë dëshirë, ëndra ime të ardhmen nëse këtu të bëjmë një pikë ku të edukojmë brezat e rinj që të duan tokën, të kultivojmë shefa, dashamirës të tokës. Kjo është ajo që hapi jonë. Ajo është objektivi, nuk është të pasurojmë për me shumë parë. Të edukojmë që të ndryshojmë brezat. Me të dëgjuar e kam, siç më kanë thënë një shtegu i fishtës. Nuk e di çfarë është, a mund të më thuash 2 fjalë? Një shteg të në cep. Çfarë është? Shtegu i fishtës lind si nevojë për ta bërë vizituar, në fakt ajo është u ndërtua, unë e pata bën një herë këtu afër, më në Mrizit. Ku ti esë në përpyrë. Ka qenë sa tabela. Tabela, po. Po. Tani kur ndërtua pastaj monumenti ku është vendi ku ka lindur Fishta që e ka bërë shteti. Po, e kam parë. Nivel shumë i lartë. Pastaj u bën një rrugtim midis 2 liçejeve që ka Fishta, 2 liçej shumë të bukur, që kalojnë me midis 2 liçejeve dhe gjatë rrugës ke pika panoramike, vende ku ulesh me ca gur dhe ca druj që mund të ulesh, të ku vendosh ose të lexosh poezi. Dhe vazhdon deri tek vendi ku ka banuar Fishta. Dhe duke qenë se kjo rruga ishte bone, sa e gjatë? Ne krijojmë idenë bashkë me Bashkinë Lezhë, kjo është ajo është rreth 4 kilometra. Ne krijojmë një ide bashkë me Bashkinë Lezhë, që do bëjmë stegun nga atje. Edhe nga vendi ku ka banuar Fishta, të shkojë ke vendindja, pastaj të kalojnë nëpër gjithë fshatin, nëpër bujtinat e fshatit, që kemi kur ajo të hapin banuar këtu, kemi shumë që kanë hap, janë bërë rreth 8 aktualisht. Dhe ideja është që të gjithë banorët gjithë bujtinat, po dhe banorët të fshatit kanë hapur dyert ditët e shtetit, që ishin me 23 tetor filloi deri në fundjavë, ku hapen dyert banorët dhe i kanë qeras mist me çka kishin në shtëpi, duke thënë mirë shumë ka pozitiv. Dhe ta garantojmë që ajo eksperjenca njerëzore të hapin dyert është jashtëzakonshme. Edhe është diçka që nuk e projekton dot, duke mrizur sa arrit do ta bëjë gjë. Domethënë, ne na ka humbur magjia syve në shpirt kur të vjen miku, sepse kur të vin 500 veta në ditë për 15 vjet, fillon edhe nuk të upa e drita. Kurse kur shkon në shtëpi këtyre njerëzve është e mrekullueshme, është ndjesia të hap dera një miku është ai domethënë i Zotit shpisë është jashtëzakonshme. Altin, çfarë arsimi ke? Sa shkollë ke bërë? Unë nuk kam pas mundësi as me marru të mesme. E kam dhënë përgjys. Megjithëse kam pas raporte të mira me matematikën, në disa lëndë kisha raporte të mira, po ishte prylla 97-98, ne di shumë mirë se kanë bërë. Ëndra ishte me hik gjithmonë. Tu arsimi nuk ka qenë marrë në nivele si duhet. Dhe kështu që ika dhe më ka met peng, pak që nuk e kam arsim. Aftësia jote është dhe menaxheriale. Menaxhon, mos themi kuzhinier tani, mos qeshim dot me një tjetër. Mendoj që po të kishe arsim më të lartë do kishe më shumë arritje apo është diçka e lindur të jesh menaxher, ditë ta pret mendja je kreativ, e bën si duket apo s'ka të bëj fare shkolla. Dëgjoj, shkolla ka të bëjë, unë kam përshtypjen që do të kisha pas aftësi më të mira, që do të kisha pas arsim. Jam shumë i videoblogjes. Por nuk më është bërë mundësi, që unë vlerësoj shumë dhe respektoj shumë njerëzit që kanë bërë arsim të lartë. Jo gjithmonë, por ka edhe raste sa arsimi mund të jetë limitues. Për shembull, nëse do më bëj një sipërmarrje shumë guximshme. Duhet pak budallë. A të më thuaj se për këtë kam ardhur. Ja. Në rastin tonë nuk e kam bërë. Në rastin hapat i kam bërë shumë të matur. Okej. Asnjëherë s'e Sa e vlerëson veten tënde që ke pjesë të budallëkut për këtë që ke bërë, domethënë që ke çmendur të tjerë përveç vetes. Jo, jam njëri që ruhem shumë. Për shembull, ne kemi hapur që fillim me plan B ta bëjmë këtë. Kemi harxuar shumë pak para. Dhe ishte plani i përpër ta bëjmë ndjes. Dhe asnjëherë nuk kemi zhytur bot, sepse kishim frikë.
Dhe në fakti që kemi mbetur sovran, na ka bërë shumë të fortë. Për shembull, vinin të njerëz dhe thonë duam picë. Po nuk të bëj picë. Jo, po jemi një grup, mund të vinë 120 veta të furën e kena bërë picë. Jo. Nuk dua, sepse refuzoj ta bëj, nuk jam fish për atë. Po të kishe qenë me kredi, me halle, do ta bëj. Po bëj, do picë, po bëj picë sepse duhet të kesh biznes të jetosh, aty. Por fati jonë më i madh është që gjithmonë jemi ruajtur të kësaj, kemi pasur edhe babin në Itali që punon te kuzhinier dhe ai me njëtat gjinsa, rroba që shkon të kthej, nuk harxhon asnjë qindaj, i gjithë parat që kishte, hante pinë në hotelin ku punonte, i gjithë parat ai nisën këtu mund vllai që të na ndihmonte mes përpara çdo muaji, ishte thjesht. Kush është ai apo ajo që të mban frenat kur ti do të bësh një çmenduri të stop, prit, kujdes. Po jep shumë. Ke njëri që të mban të trej xhaketën? Kam pas shumë fillimet e mia dhe ka qenë fat i madh. Babi kryesisht edhe vllai, sepse shumë i matur, janë më të matur se unë prap. Po të fundit jam shqetësuar sepse kanë filluar të fitojnë besim shumë më. Ke ka bërë shopon tani? Jo, kam frikë mos ja fus kota, është e rëndë. Të vinë? I dëgjon apo? Tani jo, po tani nuk më thon më, sepse thonë po ai tani se di. Jo, nuk thon se kujtojnë se mu duket gomarlle. Sigurisht. Ja, për shembull, një nga dy se do hapim 2 dyqane të vogla në Tiranë. Një nga ata për shembull është po ta them tani ekskluziv. Po është ekskluzive. Është shtëpi që ka pas projektuar Shemal Butka, kryetar bashkiet për një vit, dhe një arkitekt i parë që ka marrë diplomën arkitektit në Austri në vitin 30. Ai pastaj ku do jetë kjo zogu? Kjo është një shtëpi e vogël afër është pranë Çeshit Skënderbej, në lagj aty. Dhe atë për shkak kjo një nga ata do të quhet Istok Mrizi, nuk është Mrizi. Nuk është Mrizi sepse ne aty do fusim do bëjmë një bibliotekë të gjithë produkteve shqiptare. Bibliotekë në shkuptim. Në sensin që do të ketë një koleksion, sikur është biblioteka për libra, një koleksion të gjithë shqiptarisë, nga ana gastronomike dhe të verave, alternative, dhe gjikove, dhe të diafrave, që mund të bëhen interesante nga cepi në kufi me grekun, deri në kufi me malenezi, në kufi me çfarë ka shqiptarët vërtet, ne duam ta fusim aty ta kemi si është një vend i vogël, do pishi gotë verë për smarit, po do të njohë shqiptarinë nga ana gastronomike me një vend. Më merr mua në punë. Me çe. I pari Ciceron aty. Ja gjetë punëtorin e parë. Po e kupton, e kam qyt Istok Mrizi sepse dua që aty nuk është Mrizi. Aty është shqiptaria, nuk është e jona. Para se të kaloj në një pyetje tjetër, po të bëj një para pyetje. Njerëzit e dëgjojnë Mrizi dhe nuk e dinë çfarë do të thënë Mrizi. Mriz është një vend, bile disa nuk e dinë as italisht, është shumë interesante, gjason edhe italisht. Po. Mriz është një vend ku krijonin çoban, barik, në tani hije, për të pushuar në kohë vapët, në kohë zhegut. Që fusin kokën? Po, baktie. Zakonisht, kur kishin mundësi gjeni një vend ku kishte lëndina, kishte edhe buri mujt, ishte një vend i bukur, një oazi. Një oazi për çoban. Atë themi Mërzen. Po, Mërzen. Ku Mërzen sapi me zile këngë thonë. Disi e quajnë italisht. Ja. Meriggio, nga ku vjen fjala pomeriggio, pas mrizit. Pas ditja, se ato i thënë pomeriggio, është mas mrizimi, do të thonë bëjmë mriz, pas mrizit është pas ditja. Pastaj dalim pastaj. Kjo është tamam term barish. I sqaruam njerëzit. Sepse nuk e dinin. Sa meriggio, është. Oj, naturalmente. Sa të rinj ke stopuar të mos ikin jashtë i ke futur këtu në punë? Sa të rinj? Unë mendoj që jam fajtor për shumë të rinj. Pra, të po themi, andi është vetëm fajtor se. Po jam për një 7-10 po besoj edhe më shumë. Që janë në zonën time këtu afër, po kam përshtypjen se nivel kombëtar impakti ka qenë shumë i fortë, sepse kemi frymëzuar të tjerë të bëjnë atë gjallë këtu tjetër. Jam i lumtur për këtë pjesë, më them me arrogancë, që mos kishte filluar Mrizi këtë valle, do kishte shkuar më gjatë. Se ta garantoj duket e thjesht, rryma ka filluar, sepse a di pse ka filluar, jo se kam folur unë, por kam parë se ky tipi këtu e ka plot për ditë. Po. Për vite, është plot atë ka thonë. Hajde ta bëjmë se është biznesi i mirë. Hajde kërcejmë ne. Kështu fillon. Nuk fillon që ti thua sa. Shiko rushin. Bravo. Ti thuaj sa. Edhe spiqet fiku ande. Ti thuaj sa dush, bëj se është e mirë, nuk të dëgjoj kush fjalën. Ja. Por frymzon kur shohin se të bëj biznes apo. I dola pak kohë që në televizor dola që bëj kaç milion euro xhiro. Që s'kan marrë do tipa, do gjithë Shqipëri. Do që kanë kapital. Ata harrojnë xhiron me fitimin. Xhiro është tjetër dhe fitimi. Po, gjithë fitimi që mësuar pa parë ndrysh. Po këto pata, ku vjen këto pata? Këto pata të shkull shtëpish. E din rrugën vet. Kur të hapin Tiranë do marr këto pakat në vetë çet. Dhe një lop. Çu e bëjnë këtu në zonën e Tiranë.
Po ti bësh dhe papion atyre, të kështu të gjitha të veshur me kuskuqeve ti. Ti bësh ato? Do ti bësh ato? Shumë bukur. Fëmijët e tu kanë qef, merren, i vënë në punë apo si gjithë fëmijët e tjerë mos u merr se merret babi, mani, ne mos merr. Jo, ne kemi shumë qef, pas sa mundemi, do kami merak shumë të madh. Se ka jam misionja tepër do I bëj pa E ndjen të fëmijët e tu. E ndjen nga fiksu. Kam frikë edhe nga stafi im, se duke I dashur njëri, I rastojnë shumë. Për shembull, jemi 100 sa veta staf, ato për shembull I thon kamerierit ma silli gotuj. Ku sheti ti tu? Silli gotuj aty që nuk Si më shishe? Po jo fare, do shkosh ta marrësh vetë. Do shkosh ta marrësh vetë, mos I thuash atij kush je ti që thua me silli gotuj, ose ai nuk është shërbim për ty, është shërbim për klientin, jo për familjen time. Unë do shkoj ta marr vetë. Në këtë fazë, a ja dini për nder, pavarësisht babës që ka vënë në punë, dhe nënës tuaj që nuk u ka penguar? Në qoftë se s'ishte nëna, a do të kishit ju këtu sot? Kur? A ja dini për nder nënës që juve u ka shtyr ose u ka thënë ecni? Jo mjaftuar. U ka mbajtur. Jo mjaftuar, nuk jemi minjot mjaftuar. Mami ka qenë ka pas rol themelor në punën tonë. Edhe ka qenë ajo se për ka në kur që babi ishte në Italinë e na mbante këtu. Kanë sakrifikuar as masë të Mami ka dhe një njësi naturale dhe zore që është jashtëzakonshme. Mendoj se nga ajo ka marrë shumë pjesa e babagjanleve që jemi shumë poshtë. Edhe padyshim se pastaj Zoti sjell më shumë kur ti jesh. Kështu që mamës jemi minjor se sa di. Mami ka rol shumë të veçantë. Unë mendoj që në edukimin e fëmijëve rol të jashtëzakonshëm luan nëna. Nuk do të jetë edhe babai, nuk diskutohet, por nëna luan rolin 90% unë jep nënës. E shtova shumë, por unë të falenderoj sepse nganjëherë harrojmë. Të lutem. Nëse. Ja ka dhe nga këto, por jemi live kështu do. Nga ma gjetës këtu. Nese, të na I fal. Bukur ishte se uaj. Shikoni, unë them se je fermerdi, po ti shikoj edhe gocat e bukura. E mora me Stalinit punojmë goca. Ja. Tani. Ju kini piano. Nuk mund t'i ngëllonte bukur, unë do ta mendoja kur që të vete në pishtë apo në një fshat të Lezhës dhe të dëgjoj piano. Mund të kishte çifteli, mund të kishte laud, mund të kishte ku dëgjon lloj vegla muzikore. Piano nuk më shkonte mendje. Ku ti vajti mendje për piano? Është debat shumë I bukur që I do bë, më pëlqen shumë, që më provokon. Dëgjoj. Ne komunizëm është formuar kjo ideja e fshatit si diçka për mbetur. Në fakt ideja ka lindur nga fshati. Dhe të zbresin nga Puka, sot, ose nga zonat e përmetit, në Tiranë, dhe të vazhdoj të jetë shqiptari një suksesin dhe të gjithë erdhët nga kjo zona. Kurse në vitet 90, në vitet 900 nuk ndodhi kjo, se shkoj frik, frashëri, pishta, ideja që fshati nuk ka qytetëri, dhe që është vetëm çështja e folklorit. E folklori që duhet të shumë bukur dhe duhet. Po ne kemi shumë nevojë të tregojmë se ne mund të kemi edhe nuk kemi atë, padyshim, ne kemi sistemi. Por kemi edhe tjetër që mund të shkosh edhe sistemi të pasojë. Edhe të promosh edhe kulturën kombëtare, që është kompletare. Për shembull, ka mullinë e kurit, po lëvizme një zhvillore. Po këtu jo vetëm piano, unë mund të bëj një ditë edhe muzikë elektronike. Duhet fshati duhet që të ketë një event fashion për tri. Dhe kjo nuk bëhet në këra çiftelisë të tjera. Çiftelia po se po, por sidomos ne na duhet shumë që patriotizmin tonë dhe traditën mos ta ruajmë vetëm në nivele simbolike. Çifteli dhe pi energjike pastaj shumë. Pa na konsumoj gjëra të huaja. A pizza bie çiftelisi, shumë ndonë. Në fakt ne na duhet shkojmë të rrojë që duhet mi edhe piano, po edhe me konsumum për gjatë vitit. Edhe ben. Ju s'keni pizza këtu? Ja. Në vend të picës çfarë kemi? Kemi lakmu me kungull, petën e misit, kemi bukë tradicionale, bëjmë gjithë e dhune që kemi funcionë të trompejnë dhe stimës. Këtë që ka ka zona një gatur, Pilav. Sa kushinjerë këtë që punat? Ne si skuadrën në 20. Dhe sa për balloni, sa njerëz mund të ballonin në një ditë? Mund vjetë turp ta them se kur kemi arritur në çifra të frikshme, në 700-800. Nuk është mirë, nuk e dua këtë pjesë, por ama ka arritur, ka arritur, po është krenari
ta bësh me lëndë parë vendi. Ne nga klientët që kemi që kanë ardhur, për shembull, është që ministri i Bujqësisë Gjermane erdhi një herë erdhi si zyrtarisht, pastaj u kthye si turist. U kthye me brek shkurtër aty. Si turist me kapelë. Donat shkurtër. Po. Fal. Shqipja. Lejohet. Okej. Erdhi pa dora shkurtra si turist dhe tha Altin sa e donte shumë projektin tim dhe nga bë me shku në Gjermani për shembull me gjithë ministrat e Ballkanit të EUnit. E donte shumë projektin tonë, do thash ai që bën një fakturë është shpendurite dhe është utopi. Kurse në Evropë kemi shumë si kampanje. Sepse gjithë protokollet financiare, higjiena sanitare janë shumë komplikuar për çfarë bëjmë. Unë jam krenar që bëj 700-800 vetëm me përmjet në dorë. Okej. Këta njerëz që ulen këtu te kjo hapësira e madhe që ke këtu. Unë bëra një xhiro kalova që para këtu. Ndihet era e baktis. Të thonë që na bezdis era e baktis? Po, unë për ata kam edhe një përgjigje tjetër, vedi ke pati me edhe e shesim. Era e baktis. Erën? E shesim, po kemi me shishe. Do të themi se jo vetëm që vjen era, por edhe e shesim, do të thonë për ne është vlerë. Po do ta blesh, që edhe mund ta blesh atë. Disa mankon të në shtreq, është 2 euro shishja. Disa mund të marrësh. Po 1 euro shishja thë. Po jo, merrem nga shtëpia. Merrem nga shtëpia mos e vë. Altin. Sa orë në ditë argjon këtu? Ose kur bën pushimet? Ose sa të gjata janë pushimet? Ore kur ke qenë me pushimet? Kjo është ëndra ime më e bukur, edhe më e zorshme që kam, se të drejtën shumë vështirë ta jetoj sigurisht. Por kam duratën më të bukur në botë, kam faktin që deri tani ja kam dalë pa borxhe. Edhe as i lirë, që do të thotë unë gjon 6 herë për ditë, pas një ditë u vizason tjetër. Ka gjë më të bukur në botë që më shumë se soi ditës. Nuk i di kur ulem, kur çohen, kur fle natës. Çdo ditë bëj gjë ndryshe, i ditë je ke kuzhina, i ditë del ke ferma, i ditë del ke arra, ke orizi, i ditë në Tiranë. Po, mos më rëshkip pyetjes, thash pushimet kur i merr dhe sa kur bën pushimet. Ajo është gjëja më e keqe, pushimet bëj gati fare. Gati hiç. Dhe kur i bëj gjithmonë kam mendje punë, është i tmerr, as shumë jam i droguar në këtë gjë, sa nuk bëj dek. Edhe kur iku me nusën, që shkojmë në Francë, e shkoj vizitoj ferma. Okej? Shkoj në Itali bëj një të gjë. Si po marrë gastronomike, gjithmonë ke mendje ke puna ta. A mund të themi je i varur nga puna, nuk po themi droguar, po i varur nga puna? Po. Është mallkim apo bekim? Dizho, varet si çfarë. Për shembull, nëse qëllimi është parja, unë mendoj se është mallkim. Kërën në këtë gresk? Jo. Unë nuk mendoj, kurse nëse qëllimi është me lënë gjurmë të mira, edhe me bë diçka të bukur, unë mendoj se nuk është mallkim. Mund ta përdor këtë fjalë të kem këto që të hysh në pavdekësi të mbahesh mend? Jo, unë duhet të lë gjurmë të mira. Gjurmë nuk lën me duke bërë kalap. Jo. Po një tull. Unë kam lënë që të mbahet mend. Po tullën time ke ai tempulli, ke i tullë vogël. Po unë jam i vindur se e kam lënë ato. Edo. As mendoj se kam ndryshuar si do pak tekstuar. Nuk thon Altini djali filanit, po thon Altini mrizi të zanave. Të ka ndryshuar mbiemri? Po kështu thonë, pra i shkruar. Ë? Kështu njihesh. Pra e ke zhdukur emrin e babit, ke vënë emrin tënd. Po, atë si thonë gjithmonë. Po ja, është me forcë, ja imagjino tani nga që më marrë që kam konceptuar, it's not lazy, sepse është ka hip si për me edhe, si bukur, po, jam i lumtur. Po njerëzit ta japin pyetje dhe diçka që duhet të thonë njerëzve, si këshill është, domethënë, mos gjykoni se dikush kur ja ka dalë do të thotë se është me aftësi. Në 99% të rasteve gjithmonë gati, ose 100% të rasteve unë mendoj që 90% të fatit të suksesit në dorë ka fati dhe rivoja. Kur ti ke një ide të bukur, dhe je në momentin e duhur, në vendin e duhur, të des as mirë sa gjë shkojnë mirë. Padyshim që kjo nuk e zonëson vullnetin, se do të kesh vullnet shumë, të çosh herët, të jesh krijues, të jesh. Po mund të kesh atë po si. Po nuk shkrepi, nuk shkrep. Po trokiti farti që dera beson te fati. Unë besoj shumë te fati. Dhe jam minjos fatit shumë. Dhe ky është gabim që bëjnë disa, që kur gjërat i shkojnë mirë, thoni kam me i dalon. Kurse kur shkojnë keq, thonë ta pas tet, nuk më prim bar. Okej. Shikoj disa biznesmen të cilët janë të suksesshëm në jetë, kanë bërë tregti, kanë bërë biznese të mëdha, qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë. Dhe dalin dhe japin mend, si mund të bëhesh i pasur.
ose shikoj libra si të bëhesh i pasur për pak kohë. Unë nuk e besoj, ju e besoni që mund vetëm nga ato leksione ose motivimi mund të bëj të pasur? Unë të doja shumë të frymëzohesha nga njerëz që kanë dhënë shembull të mirë në këtë lajm. Por për shembull nuk çose këta tipat që dalin kështu, për shembull janë importues, nuk bën sens. Çose ai do të ishte krijues një sistemi genial të një makine që racion Nenhan, ka shpjeguar një teknologji ushqimore të lartë, prodhon diçka ekselente që eksporton gjithë botën. Jo, ai ka bërë tregti. Po, ai ka bërë tregti. Nëse ka bërë tregti, unë nuk kam çfarë të mësoj nga zotëria, sepse atësh ta ble nga jashtë. Ka ble televizora, ka shit televizora. Ka ble sandale, ka shit sandale. Po, nuk është ai për të frymëzuar. Nëse ky zotëria prodhon ekselencë, eksporton botë ekselencë shqiptare, ose ka krijuar diçka të vetën, unë do shkoja shumë të merrja pjesë të paguaja çimit e kokës që ka gjërat. Po kështu jo, në momentin nuk njoh nga ata. Gjithë ato më të pasur që kemi në këtë vend u bën të pasur në 90-ën sepse ne nuk kishim parë me sy se janë importi. Dhe ato bën me parë duke blerë gjëra jashtë dhe kishim ne kishim uri për import. Në leksione motivues shkon? Jo. Nga ato jo, çfarë shkojmë me blogin tonë? Çfarë shikoni YouTube më shumë? Për punën time. Nuk jam kështu humbtues nga ata që nuk kam as kohë të ndjek. E thën shkurt, s'kam kohë të vdes. S'kam kohë të vdes fix. Prandaj punoj. Dhe sidomos kjo është problemi i madh. Do na duhet shumë udhëtim udhëtimit. Do udhëtim dhe pushimet më shumë se pushimet na duhet udhëtimi, po na bëj. Ka qenuar që je sumur në grip, sportas. Jo jam sumur keq. Kemi bërë një aktivitet në Piemonte të Italisë, që jam shumë krenar, është hera fundi që kam bërë një aktivitet jashtë, ku ishim 100 gjërat venet botës që ekspozuan dhe shiritin ja preva unë atij evenimenti. I quhet Mamia që preu kërthizën. Po është e bukur sepse ishim ish-kryeministri Italisë Gentiloni, presidenti i provincës, si katonajnë afishë që preu shiritin e hapjes së këtij panajerit shumë gjigant që bëhet më i madh në Itali. Sepse bën një panajër, bën një event një stand geniale, ku kishte bashkë Ministri i Bujqësisë, ishte një stand guri, kemi ulli guri që bluhemi, kemi marrë dritin nga Shqipëria, kemi blut aty me panel fotovoltaik, e kemi sit, e kemi ngjesh brumin, kemi bë kulaç të veçin, dhe kemi mbushur me produkte të jugut dhe veriut të Shqipërisë. Dhe quhetëm shumë duar të Shqipërisë, me një që kalon. Dhe kjo gjë ishte shumë e bukur, në fakt, por ka qenë shumë stresuese në ato. Kur jam kthyer në shtëpi, jam shtrupur gastritë erozit, sepse kisha humbur shumë gjëra. Po çe kisha. Nish. Kisha. Kaloj. Kanë dhënë disa qeska, më e mora vetë. Gjëja më e re që është bërë këtu në Fisht këtë vit. Çfarë ka ndodhur këtu? Çfarë keni shtuar, sepse për të paksuar s'bet fjalë. Çfarë keni shtuar? Ne jo, por në këtë vit për shembull janë hapur 3 bujtina, tjera që ishin hapur vitin tjetër këtu. Një që ti të ndalë mëngjesin me delet, shumë. Bën mëngjesin dhe shkon delet nga atje në falë. Një tjetër që është me pishinë në Michelin, që e vogël për ekip. Dhe ky djali mundësisht ndryshe nga të tjerët, sepse është shumë interesant sepse ato të tjerët e ngjitën migranta nga jashtë kanë investuar këtu. Kurse ky djali ishte i pari që shiti 3 apartamente në Shqipëri dhe u kthye në Fisht dhe bëri 5 bujtina. Sepse i thash, hajde në Fisht, se ti në Shqipëri do izosh 2 muaj, në Fisht do izosh 6 muaj. Dhe në besoi mua dhe u kthye. Ka punë? Po, s'ka shanse ta bi 6 muaj në vit, 7-8 muaj në vit i zën bujtinë. Por jemi larg detit, këtu s'ka det, këtu ç'menduri tani, ka punë. Jo, nuk jemi larg detit. Është deti larg desh. Jemi rrugë. Edhe këtë doja. Faleminderit shumë. Altin. Dasma bëni? Nuk e dalim. Do doja shumë për të dalë, sepse do të kap sira të dura aty. Që porashi nuk ka plan B. Larg. Për ëndrat e tua folën. Për dëshirat e tua, në qoftë se nuk do bëje këtë punë, çfarë do doje të bëje? E fshim të gjitha këto që ke bërë. Çfarë do doje të bëje dhe do e bëje me qejf? Sot në vit. Po jo më pa në turizëm fare, më thjesht provoj çumshi një vit tjetër. Nuk e do Altinin ato. Do kam se e besoj, sidomos tani as më shumë jetoj këtu. As më shumë më revolton shumë mediokriteti në zona urbane që nuk konceptuar më mirë aty. Janë pak qytete në botë ku do jetoja me sef. Për shembull Napoli mund të jetoja. Sepse ka një kaos urban që e bën shumë të vërtetë. Qytet kështu, a dim që është popullor,
nuk është turistik, është më shumë shumë i vërtet. Përndryshe është kaotik. Nuk kam shumë. Mund të jetë Barcelona, mund të jetë ose Berlini që është një qytet kozmopolit, i mirë fill domethënë që është më vërtet një shkrirje e gjithë botëve, të Evropës, Indjes, është shumë. Ati do të falenderoj shumë që na pranove sot këtu, megjithëse në këto dëngje kashte, nuk kisha bërë ndonjë intervistë në dëngje kashte, kam bërë mbi karrocë, mbi misre, mbi këtu nuk kisha bërë. Të falenderoj, tu shtofshin, punofshi shëndet dhe nuk di, fjalë më të mira, u bëfshi të parë dhe mbetshi të parë. Duhet të them se të çmoj fort. E çmoj fort këtë zotërin këtu, sepse kam ndjekur sepse bëjnë gjithmonë provokime shumë interesante. Po janë loja sociale shumë të forta, psikologjike, edhe tek misioni si bën teknik, si po dhe si person, domethënë edhe ne kemi shumë nevojë për njerëz të zgjuar psikologë si ti. Ne ti popo ka nevojë për psikolog shumë. Që faleminderit për çfarë bën dhe në mënyrë indirekte ti e bën punën që bën zakonisht. Edhe falenderoj për këshillet për Nanin sepse ne ke bën me reflektuar fat. Nuk jam një njerëz të thjeshtë. Falenderoj dhe unë shumë. Miq, këtu po e mbyllim këtë podcast nga Mrizi Zana dhe Fisht. Mirë takofshim në podcast e tjera.